Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër episod të emisionit tonë Mbi të Vërtetat. Ku sot do të ndalemi tek ajo që ndonjëherë na mungon, ndonjëherë na frikson, por gjithmonë na çliron, mbi të vërtetat. Sonte, të vërtetat nuk do t'i kërkojmë vetëm në fjalë, por edhe në muzikë. E ftuara jonë është një zë që ka ditur të prek zemrat e njerëzve. Jo vetëm me melodi, por me ndjeshmëri dhe sinqeritetin e saj, që shfaq në çdo këngë. Ajo vjen për të ndarë me ne rrugtimin e saj, artistik, mësimet që i ka sjell jeta. Arsi, faleminderit. Si ndihesh sonte? Shumë mirë, shumë mirë. Për publikun që ndoshta po të njeh për herë të parë, kush është Arsi Bako? Arsi Bako është një vajzë që e do shumë muzikën, artin, këngën, edhe që dëshiron të shpreh pak më shumë nga vetja e saj nëpërmjet artit. Arsi, kur nisi rrugtimi yt me muzikën? Duhet të jenë bërë diku tek 6 vite mos gaboj. Dhe ka nisur faktikisht që në vogëli unë kam pas shumë qef muzikën dhe këndoja nëpër shtëpi siç këndojnë fëmijët përgjithsisht, nuk është se mund të dalloj ndonjë talent i veçantë tek unë në moshë të vogël. Pastaj me kalimin e kohës vazhdoja dhe përpiqesha ti thosha ti të riqja vëmendjen familjarëve që se unë mund të këndoj. Nuk besonin në fillim tek unë. Pastaj në gjimnaz mora pjesë në Tirana Art Fest, që ishte dhe ajo spikatja ime e parë, po themi, ku jam vlerësuar dhe nga pjesa juris për 3 vite me radhë me nga një çmim, që ishte arritje e madhe për mua në gjimnaz, dhe aty domethënë dhe familjarët filluan të më mbështesin akoma dhe më shumë, sepse panë që e kisha vërtet seriozisht këtë, nuk ishte thjesht një pasion kalimtar, ishte diçka që unë doja vërtet me zemër. Edhe me kalimin e kohës, pastaj duke kaluar në universitet, fillova të marr pjesë në Këngën Magjike dhe festivalin e këngës. Edhe në festivalin e këngës në RDSH, në RTK. RTK. Sa rol ka pasur familja tek vendimi yt për t'u bërë këngëtare? Patjetër që, domethënë, unë kam qenë me fatin që familja ime ka qenë mbështetëse për mua që në fillimet e mia, sepse unë faktikisht kam përshtypjen që jam ai njeriu kokë fort që edhe nëse nuk do ishin shumë dakord familja ime, unë do vazhdoja të merresha me muzikë në çfarëdo lloj mënyre që do mundesha. Por kam fatin që janë gjithashtu ardashës, të gjithë familjarët e mi, dhe e kanë kuptuar dhe e kanë vlerësuar këtë talentin dhe pasionin që unë kisha për muzikën, dhe më kanë mbështetur në çdo hap timi, kështu që jam shumë e fat që i kam dhe nuk do ishte njësoj kjo rrugtimi imi pa ata dhe pa mbështetjen e tyre. A e mban mend këngën e parë që ti e ke kënduar në skenë? Po, mos gaboj, ka qenë një këngë e Billie Eilish që quhej I Don't Wanna Be You Anymore, dhe ka qenë po në skenën e Tirana Art Fest. Sa emocione ke pasur në atë moment? Unë dridhem Si e akoma sa që përshkruan? dal në skenë, po ajo ka qenë, domethënë, unë mbaj mend thjesht që kam mbyllur sytë dhe kam kënduar për qefin tim, por në fund të këngës ndjeja gjunjët që më dridheshin. Po nuk ka ndjesim më të bukur, patjetër. Ti ke nisur shumë herët me krijim të rinj. Si u kalua nga një pasion në një profesion të mirëfillt? Kështu ka qenë faktikisht. Pas Tirana Art Festit, unë në pjesën e karantinës faktikisht mora kitarën dhe fillova të bija pak e nga pak, edhe aty fillova të krijoja edhe vetë pak këngët. Po pjesa e kalimit serioz ka përshtypjen pjesëmarrja ime e parë në Këngën Magjike. Kjo duhet të qenë ajo piknisja ime që u bë pak më serioze karriera ime muzikore, po themi. Cila ka qenë momenti kur e kuptove dhe the, po, muzika është rruga ime? Faktikisht që në momentin e parë që dola në skenë, sepse ndjeja, domethënë, një thyrje krejtësisht madhe kundrejt asaj që unë kam ndjerë më përpara, domethënë lumturia ose ndjesia që më përcjell skena, ato emocione nuk mi ka falur akoma asgjë tjetër, asnjë eksperiencë tjetër. Po kuptove që ishte bota jote. Po. Aty doja të rria, për gjatë, shumë gjatë. A ka pasur pengesa që të kanë testuar emocionalisht? Faktikisht pengesa ka gjithmonë nga më të ndryshmet, po nuk e di, nuk më vjen një specifike në mendje, po pengesa. Nuk është se ka pasur një pengesë që të ketë lënë gjurmë tek ty ose të ketë lëkundur ose Jo, me thënë drejtën, aq shumë e dua muzikën sa nuk ka asnjë pengesë. A ka qenë dikush që të ka dhënë një shtyrje apo mbështetje vendimtare? Kam përshtypjen ka qenë Bojken Lako, sepse ai ka qenë që në fillim aty, që në pjesëmarrjen time tek Tirana Art Fest, ai ka qenë një shtysë e madhe për mua,
më ka këshilluar në evente nga më të ndryshme, më ka sugjeruar në evente të ndryshme. Dhe jam shumë falenderuese për këtë. Gjithashtu dhe halla ime, Suela Vako, e cila është regjizore dhe aktore dhe pjesë e familjes, por që ka patur një qasje tjetër kundrejt kësaj që më profesionale. Edhe kur pata dhe mbështetjen e hallës tash, ja ble. Ke realizuar projekte si këngë More Than Friends, Reze Zjarr, Dua. Cila këngë është më e preferuara? Pak vështirë, sepse secila ka të veçantinë e saj. Do shkoj me More Than Friends për faktin që kam shkruar vetë, edhe kompozuar vetë deri diku, por është orkestruar nga dikush tjetër, po nuk e di, ka qenë kënga parë dhe ka të veçantinë e saj. Tani kur shikojmë brapa, kishte shumë gjëra që mund të ndryshonin tek ajo këngë, por e ka të veçantinë e vet dhe vlerën e vet brenda. Është ndoshta edhe kënga që të ka dhuruar emocionet e para edhe ke Pastaj domethënë për veçanti të ndryshme do zgjidhja edhe Reze Zjarr, sepse është kënga që më dha çmimin e parë. Kështu që patjetër që mban një rëndësi shumë të madhe në karrierën time dhe në atë rëndësinë që unë jap muzikës. Arsi, nëse ke dëshirë për ne, për publikun, që të ndjekim, thjesht të na këndosh një frazë ose një moment, një pjesë nga kënga More Than Friends. Patjetër. Faleminderit. I just want you close to me, but I can't. You stay far away, and I want to be more than friends, babe. Oh, but you don't want the same. Shumë e bukur. Faleminderit. Të urojmë shumë suksese në të gjitha projektet e tua dhe në të ardhmen. Shumë faleminderit. Ke një zot mrekullueshëm. Shumë faleminderit. Na trego pak procesin tënd të krijimit, si lind një këngë tek Arsi? Kam disa mënyra se si kjo mund ndodhi. Mua mund të më ketë ngelur një melodi në kokë, një ditë kur po ecja në rrugë, dhe unë regjistroj direkt në telefon, edhe kur shkoj në shtëpi mundojmë ta përsëris derisa të zgjerohet dhe të bëhet diçka pak më e definuar, po themi, kjo vijë melodike. Dhe pastaj mundojmë t'i përngjis një tekst të caktuar. Mund të ndodhi pastaj që unë kam tekstin të parin dhe tekstit pastaj i përngjis melodin, apo mund ndodhi dhe që mua më kanë pëlqyer disa akorda specifike në kitarë ose në piano, dhe në bazë të tyre është zhvilluar dhe kënga. Okej. Ti di të luash piano dhe kitarë, si ndikon kjo tek muzika jote? Kam idenë që ndikon shumë. Për çdo artist është një plus që të kenë njohuri muzikore, sepse janë pak më të ditur, po themi, apo e njohin pak më mirë strukturisht muzikën, po themi, nga ana teknike, edhe janë, pastaj kjo është një pjesë që nuk e di është e mirë apo e keqe, po janë shumë autokritik. Edhe e kuptojnë ku çalojnë me njerë, nuk ka nevojë t'i thotë asnjëri asgjë. Edhe kam përshtypjen që kjo është një ndihmë e madhe. Mund të bëhet pengesë sepse bëhen pastaj ka njerëz aktorë që bëhen shumë të fiksuar, edhe shkojnë vetëm mbas atij perfeksioni, po unë e di ku çaloj, po nuk është se kjo gjë më pengon. Domethënë, thjesht them do ta bëj më mirë herën tjetër, nuk është se më ngel mendja aty që të themi tani nuk do këndoj më kurrë. Kjo nuk do ndodhi kurrë. Okej. Sa rëndësi ka për ty interpretimi live krahasuar me versionin në studio? Mendoj që performanca e merr jetën në skenë. Do të thënë, janë dy fusha, po themi, shumë të ndryshme, por në skenë është emocioni i vërtet, po themi, të paktën për mua personalisht ashtu qëndron. Aty unë e ndjej këngën tamam, se edhe në studio, në momentin që ti e regjistron, patjetër që duhet të futesh në atë gjendjen që kënga ka. Po gjithmonë kam vënë re që ka një ndryshim shumë të madh nga versioni studio në versionin live. Do të thënë, sado që mund të duket bukur në versionin studio dhe është shumë e saktë dhe të gjitha, në momentin që kalon live, edhe ato rrëshqitjet e vogla që zëri ka marrin një vlerë tjetër dhe bëhen pjesë e këngës, pjesë e performancës live, pjesë e emocionit që ka skena.
Ndaj unë personalisht vlerësoj më shumë performancat në skenë që janë live, po patjetër që kjo nuk i humb asnjë lloj rëndësie versionit në studio. Si e përjetove fitoren në RTK Song Festival, të kalojmë pak te kjo pjesa. Patjetër që nuk kam ndjerë emocion më të bukur dhe më të lumtur se ai. Domethënë nuk e di, kam për ta mbajtur mend shumë gjatë. Patjetër që tani është pjesë e historikut tim apo rrugtimit tim muzikor, edhe është një titull që unë akoma nuk e kam kuptuar se sa pesh do ketë në karrierën time. Jam duke procesuar akoma gjithë të që ndodhi, po jam shumë e lumtur për të gjitha atë experience, për organizimin e festivalit, për këngën që kisha, që ishte e mrekullueshme, këngë e kompozuar dhe orkestruar nga Gjergj Kacinari, cilin e falenderoj pa mas, sepse është një punë shumë e mirë, vërtet shumë e mirë, edhe kam shijuar çdo moment të saj, kështu që do ngeli me mua për gjatë. Çfarë do të thotë për ty të jesh fituese në një festival ndërkombëtar? Kjo i shton akoma dhe më shumë Njerë, më fal, a e prisje që ti t'ishe fituesja për çmëritë tua? Në fakt nuk e prisja. Kam hyrë në atë festival thjesht me idenë që po dilja jashtë Shqipërie dhe po dilja me një këngë shumë të mirë që unë e kisha shumë qejf, po nuk kisha pretendime sepse edhe konkurrentët e tjerë nuk është se i njihja shumë mirë, me thënë të drejtën, por di që Kosova ka ekstremisht shumë talente dhe prandaj faktikisht doja që t'hyja pa pritshmëri, sepse mendoj që kjo është zgjidhja e duhur, kur ti hyn në një diçka të re, nuk mund thuash, unë do e fitoj këtë dhe nuk e luan topi. Domethënë, asnjëherë nuk i dihet, mund të ketë gjithmonë këngë më të mira se tonat, edhe unë kështu isha faktikisht me këtë ide, që ndoshta mund të jetë një material ose dikush tjetër që edhe mund të mirë, përse kisha synimin për çmim, por ja që ndodhi, edhe jam ndjerë shumë e lumtur dhe shumë e vlerësuar nga gjithë për këtë pjesëmarrje time. A të ndryshoj kjo eksperiencë si artiste dhe si njeri? Si njeri nuk do thosha. Ndihem po e njëjta. Si artiste pastaj kam idenë që është një titull që do beshoj ca tek unë. Ndoshta njerëzit mund të kenë një këndvështrim pak më ndryshe ndaj meje tani, por se di, mendoj që për mirë, mendoj që tani është afirmuar pak a shumë gjithë ajo lodhje dhe mund që unë i kam dhënë muzikës dhe artit dhe këtij pasionit tim, kështu që ndjem shumë. Është një vlerësim për të. Arsi, çfarë është gjëja më e vështirë për një artiste të re në Shqipëri? Kam përshtypjen që është mundësia për të shprehur veten tonë ashtu siç duam, sepse në industrinë shqiptare është pak e vështirë që ti të dalësh me një zhanër që nuk dëgjohet apo nuk pëlqejet aq shumë. Ka një lloj qasje të publikut ton për të pëlqyer një lloj këngë specifike dhe i mëshojnë kaq shumë asaj saqë ti e di që kur dikush tjetër nxjerr 5 këngë të njëjta do eci shumë më shumë se ty, që po nxjerr një këngë për cilën ti je përkushtuar për kaq gjatë edhe që bën pak ndryshim, po themi, nga këngët e tjera. Mendoj që kjo është vështirësia më e madhe që haset, sepse kanë ardhur kohra të tilla që çdo kush ka mundësinë për të bërë një këngë dhe për të shprehur ashtu siç do, dhe në këtë moment bëhet pak më e vështirë që publiku të përzgjedhë atë që ka pak më shumë vlerë, po themi. Se mund të shohin me një sy pak më përgjithësues apo varet nga shihet e gjithë secilit. Arsi, kam një pyetje të veçantë. Çfarë do të zgjidhje? Balad apo këngë ritmike? Pavarësisht se në tregun shqiptar këngët ritmike janë më të pëlqyera dhe më të favorizuara, unë personalisht ndihem sikur e shpreh atë emocionin tim të brendshëm më mirë tek baladat. Kanë një lloj tjetër ndjeshmërie që mund ta japin dhe këngët ritmike, po jo njësoj, jo në të njëjtën mënyrë. Të prekin më shumë emocionalisht. Ti ke një balad që një këngë është që e pëlqen shumë? Balada nga këngët e mia, balada ime preferuar është Dua Dua Dua, që ka qenë pjesëmarrje në Këngën Magjike. Nëse ke mundësi të na këndosh një frazë për kënaqësinë tonë, faleminderit. Dua të më duash vetëm ti, se pa e në tënde s'mund të ri. Dua të dua vetëm unë,
se të dua çdo sekond më shumë. Dua të më duash ti për jetë, të të humbësh ty nuk është e lehtë. Dua të dua sa të vdes, dhe në botën tjetër do të pres. Shumë e bukur. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Cili ka qenë kritiku yt më i rrept në karrierën tënde? Faktikisht është babi. Babi nuk ka lidhje me muzikën, por ka qenë dhe vazhdon të jetë kritiku im më i rrept. Domethënë kam gjithmonë nga një koment për të dhënë, qoftë pozitiv, qoftë negativ, më shumë më jep negative, po e ka për të mirën time, jam shumë e sigurt. Edhe shpesh kemi debate se unë i them, po ku e kupton ti se çfarë po bëj unë që më thua jo kështu ja ashtu, po ja marr gjithmonë përpas patjetër. Dua apo s'dua, më ngelin në mendje ato komentet e tij, edhe më bëjnë që të eci përpara dhe të përmirësohem shumë e më shumë. Okej. A ka ndonjë të vërtetë që publiku nuk e di për ty? Ndoshta publiku nuk e di që unë studioj për arkitekturë, dhe jam në vitin tim të 4, edhe është një gjë që kam folur, po jo shumë me thënë të drejtën, sepse e kam marrë pak më shumë këtë highlightin, po themi, muzika, dhe kanë ngelur pak në prapati arkitektura, por janë të dyja faktikisht, po themi, profesione që unë po dua ti vazhdoj paralelisht, pra nuk është se po dua të larg arkitekturën prapa dhe të vazhdoj me muzikën. Ka ndodhur që muzika ka marrë pak përparësi kohët e fundit, por arkitektura është gjithashtu një degë që unë dua ta zhvilloj më tepër në të ardhmen. Si është Arsi në përditshmëri, larg skenës dhe publikimeve? Nuk e di. Dua të them që jam një njeri shumë normal. Jam e harreshme, kam miq shumë dhe më pëlqen të kaloj kohë me ta. Në fakt, më pëlqen shumë edhe të rri vetëm në shtëpi, të shoh ndonjë film, ndonjë serial, të dëgjoj muzikë her pas here, më pëlqen shumë xhirot me autobus dhe me kufje në vesh, sepse më shijon komplet ndryshe, aty kam një shkëputje nga bota, po themi. Po që kjo jam unë, më pëlqen edhe të pikturoj, të krijoj këngë, kështu që kam një jetë normale përveç pjesës së skenës e muzikës pasaj. Sa e hapur je emocionalisht? I mban për vetë emocionet apo i shfaq? Ka përshtypjen që unë mbledh emocione deri në momentin që shpërthej. Kjo mund të jetë në një këngë, por mund të jetë edhe unë vetëm në shtëpinë time, që një ditë të caktuar shpalos gjithçka kam mbledhur për kaq kohë. Si e përballon presionin, komentet, keqdaqet? Faktikisht nuk është se më ndikojnë shumë, me thënë të drejtën. I lexoj me shumica të qesh, se janë ca komente që nuk e di domethënë, po thjesht i kaloj, nuk është se më ngelin në mendje, domethënë i lexoj, i perceptoj, po themi, më vjen pak inat në momentet e caktuara, sepse nuk e di pse kam një dëshirë të brendshme që dua të pëlqejem nga të gjithë. Unë e di që ndoshta zërim është pak specifik dhe këngët që unë këndoj ndoshta nuk pëlqejnë nga të gjithë, po e kam këtë dëshirën që pse jo të jenë sa më të pëlqyeshme për një publik të gjerë, po nuk është se jam e fiksuar pas kësaj ideje. Çfarë të motivon më shumë kur nuk ke energji? Nuk e di. Faktikisht nga vetë është motivim për mua. Domethënë, momenti që unë ndihem pak e mërzitur, unë thjesht ja plas një këngë në shtëpi edhe e rregulloj humorin tim menjëherë. Po edhe çokolladat dhe ëmbëlsirat. Janë një motivim më vete. Piano apo kitar? Se di, ka një ndjeshmëri pianoja që okej, dhe kitara ka specifikën e vet, po nuk e di, tingulli në piano më Çfarë të emocionon ty më shumë? Ka përshtypjen që pianoja. Më pëlqen shumë, në kitarë jam pak më shtërvjellët, nuk e di pse, sepse faktikisht un kam bër 3 vite mësime në piano dhe kitarën e kam mësuar vet, po nuk e di, pianoja ka një veçanti që nuk e ka asnjë instrument tjetër dhe vibrimi që sjell çdo notë në piano është, nuk e di, nuk e kam hasur në nuk e shoh njësoj në instrumentet e tjera, prandaj besoj.
Studio apo sken? Sken. Perfekcion apo spontanitet? Spontanitet. Kritik apo kompliment? Kompliment, i kam shumë komplimentet. Larg kritikat. Edhe kritikat duhen patjetër, por më pëlqejnë komplimentet. Ushqimi yt i preferuar? Sushi. Zakoni yt më i çuditshëm para performancës? Duhet bëhem mirë me nerva. Komplimenti më i bukur që ke marrë ndonjëherë? Po më kanë krahasuar për shembull me këngëtarë të ndryshëm. Më pëlqen të më krahasoj me Adele, Amy Winehouse, më kanë thënë dhe Dua Lipën, kështu që këto po mbaj si komplimente. Nëse do të zgjidhje një duet të ëndrave, me cilin artist do të preferoje? Shqiptar të huaj apo s'ka rëndësi? Një artist që ti e preferon dhe do doje ta kishe një këngë, një Unë duet. do të kisha një këngë me Billie Eilish. Sepse ka patur një rëndësi shumë të madhe në rritjen time artistike. Domethënë, përveç se ka qenë kënga e parë që unë kam kënduar, ka qenë artistja e parë me të cilin unë jam fiksuar dhe i kam parë të gjithë repertorin e saj muzikor dhe e kam ndjekur edhe në rritjen e saj. Dhe ka qenë inspirim për mua. Çfarë projekte të reja po vijnë nga Arsi? Çfarë mund të themi nga e ardhmja? Është një projekt muzikor që nuk besoj që mund ta ndaj akoma, që shpresoj që do bëhet publik së shpejti. Përveç kësaj, unë jam duke nisur me procesin e krijimit të këngëve të mia, që i kam kompozuar vetë. Nuk e di kur të dalin, po shpresoj të jenë diku tek 3 këngë të mia, që janë në projekte sipër, në punë sipër. Okej. Arsi, cili të ishte mesazhi yt mbi të vërtetat sot në këtë emision për të gjithë ndjekësit tanë? Unë thjesht dua të them që nëse e ndjeni që keni diçka që ju vlon për brenda, sado e vogël, një pasion, qoftë me artin, qoftë lidhur me diçka tjetër, ndiqeni nga mbrapa, sepse gjithmonë del diçka në dritë. Domethënë, nëse diçka është e bërë me pasion, me dëshirë dhe me dashuri, gjithmonë e nxjerr frytin e vet, nuk shkon asnjëherë pa u vlerësuar. Unë të falenderoj shumë për këtë intervistë kaq të bukur, kaq të ndjeshëm, dhe të urojmë shumë suksese në planet e tua, në jetën tënde personale, por jo vetëm. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Arsi, edhe një kërkesë të fundit. Meqense ne jemi në fund të emisionit, do të kërkoja që ta mbyllnim me këngën fituese të RTK-s. Nëse mundesh, faleminderit. Shumë kënaqësi. Hey, Monday, jam një ëndër vish do nati më sheh, më prek, më thuret, por unë shkoj larg, unë jam kujtim, si një dritë mes të mjegullës, shima larg, ku çdo rreze bëhet zjarr. Dhe ne mbyllim këtë episod me zërin e mrekullueshëm të Arsit. Do të rishihemi në episodet e ardhshme. Mirupafshim.